Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Krijuesin e gjithësisë, paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Kësaj radhe do të ndalemi në një pasazh të Musait alayhi salam, ku bëri një lutje që do të skalitet me nota të arta në Kur'anin famlar. Është një lutje që ne si besimtar duhet ta themi çdo ditë, sepse është një ndër lutjet që me të vërtet ka peshën dhe fuqinë e saj, që gjendet në Kur'an pikërisht pra në surën Kasas, ajeti i 24 me radhë. Fasaqa lahum thumma tawalla illa dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Atëherë ai u dha ujë kafshëve të tyre, pastaj u largu anash nën hije, e tha: O Zoti im, un kam nevojë për çkado që të më japësh prej mirësive. Pra, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pra, o Zot, çkado që ti më jep prej mirësive tua, unë jam me fjashli, kam nevojë pra. Kush e boni këtë lutje? E boni pejgamberi i dashtun i Allahut, Musai alayhis salam. Kur dihet rasti pra në Medjen, që u taku edhe me Shuaibin alayhis salam. Pra, pejgamberi i Zotit, i zgjedhur i Allahut, i gradum me xhennet, i fisnikrum dhe i nderum pra në këtë botë dhe në botën tjetër, po thot Rabbi, o Zot, për i drejtohet pra Allahut, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, unë kam nevojë për çkado që ti më jep prej mirësive tua. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Dhe nimetet e Zotit janë pra të shumta. Na nuk mujmë me i numëru dot sa shumë të mira na i ka dhënë Zoti. Shikoni trupin e njeriut. Çfarë projeksioni i hatashëm gjeometrik është trupi i njeriut. Shikoni pra se si Allahu e ka krijuar pra shikimin, retinën, pastaj dëgjimin, të menduarit. Kemi pas rastin me qëndru me vëllezër besimtar, neurokirurg, por edhe neuropsikiatër, neurokirurg që na kanë tregu për raste ndryshme që kanë pas të trajtue për fëmijë që ju ka mungu pjesa të fulurit, për pjesa pra përçësimit të dhënave për të fulurit. Edhe ka qenë një operacion shumë i ndërlikuar për të munduar për me afrue për ato pjesë që janë nda, për të afruar ato pjesë që për t'ju rikthyer të fulurit. Dhe përsëri nuk ka pas sukses derisa ka dashur Allahu pra që me ja u rikthy të fulurit ose të shikuarit ose të dëgjuarit. Paramendoni pra sikur jeni në një sallë të operimit dhe jeni duke operuar si neurokirurg një fëmijë për t'i rikthyer përsëri të folurit, ose një të rritur, ose një të moshuar, pa marrë parasysh moshën. Shikoni çfarë mrekullie e madhe është shikimi, dëgjimi të folurit, të shqiptuarit, të shprehurit. Pra, çdo mirësi që te Allah më jep mua, unë jam i kënaqur. Dhe Allahu vërtet i dha mirësinë dha Musait alayhis salam. E begatoi Allahu me një miqësi të mirë, mu bë mik me pejgamberin Shuaib. E begatoi Allahu me tokat të begatshme. E begatoi Allahu edhe në këtë dunja, në këtë botë, por padyshim edhe në botën tjetër. Ama pse na nuk e themi këtë lutje, këtë dua shpesh me gjuhën dhe zemrën tonë, jo thjesht me al-lisan, pra jo thjesht me gjuhën tonë ta themi, ta thuash këtë dua, po ta thuash me ruh, me shpirt, ta thuash me al-qalb, ta thuash me zemër,
ta thuash me lisan, po dhe me gjuhë, po dhe ta mendosh me mendje. Pra, mendja, akël, ruh, shpirti, kalb, zemra, lisan që është gjuha, është shqiptimi i saj. E këto janë manifete, e këto janë pra mirësi dhe bekimet mëdha ti kuptosh dhe ti zbatosh në këndin spiritual, por edhe në këndin pra ti shpresh ato edhe në gjuhën tënde vazhdimisht. Sepse atë që e thot gjuha, ajo është e lidhur edhe me zemrën dhe me çdo komponent të tënden si insan, si njeri. Pra, tha, fekale, Rabbi, o Zot, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apo do me pas mirësi pa fund? Apo do me pas bereqet pa fund? Apo do me pas të mira pa nal? Apo do që Zoti me të beku ty e vlad të tu, familjen tënde? Apo do që me pas një jetë shumë me të mira dhe me suksese të pandalshme? Thuaj, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë kam nevojë për çka do që të më japësh prej mirësive tua. Pra të analizojmë pak dhe të mendojmë rreth kësaj lutje. Kur dihet se Zoti ka thënë në Kur'an, ud'uni fastajib lakum. Lutmuni mua dhe unë ju përgjigjna. Pra Zoti i thot krijesave, lutmuni mua, unë ju përgjigjna. Pra ne i lutemi Allahut, ne i drejtohemi krijuesit, ne adhurojmë vetëm krijuesin, i drejtohemi atij direkt, i lutemi që Allahu me na dhon mirësi e begati pandal. Prandaj komponenta bazike, thelbësore e lutjes është që lut sikur lutet, mu lut me sinqeritet. Po lutja me pasu edhe me vepra të mira. Sepse nëse bëhen gjitha këto së bashku, atëherë forcohet, bëhet teakid, edhe ky përforcim jep rezultate dhe fryte të pandalshme. Prandaj kur e shohim jetën e Musait alayhis salam, është një jetë me plot sakrifica dhe përpjekje. Është një jetë që vazhdimisht është një jetë e përkushtuar ndaj popullit vet, ndaj njerëzve vet, ndaj bashkosëve vet. Pra ai nuk ishte selfish, pra egoist, po ai ishte gjithmonë në shërbim të komunitetit. Ngjarje të ndryshme nëse i marrim për shembull të ndarja e detit, se si i shpëtoi ben Israelitët. Pastaj si shpëtoi rasti që goditi atë personi që shpëtoi një grua aty që ishte prezant. Pastaj rasti se si pra u kujdes vazhdimisht, ishte kujdestar vazhdimisht i punëve të mira për çështjen e ujit në Medjen, tek Shuaibi alayhis salam. Pra gjitha këto tregime në historitë e Kuranit na japin shembuj se si ne motivohemi nga këta pejgamber të Zotit, që vazhdimisht pra nga këta pejgamber të Zotit na marrim mësime, që vazhdimisht i fusim këto në jetën tonë të përditshme si vepra dhe si punë. Prandaj kjo ka shumë rëndësi të madhe që ne të ndjekim mësimet e këtyre pejgamberëve, historinë e këtyre pejgamberëve që buron nga kroji i Kuranit famlart, që është një krua i pashtershëm që ne vazhdimisht pra kemi për synim pra që me fitu kënaqësinë e Zotit, dhe këto fjalë të bekura të Allahut subhanahu wa taala i marrim, i mësojmë për vete dhe mundohemi të shpërndajmë dhe të këtë tjerët në mënyrë që t'ja u rikujtojmë dhe të tjerëve që të mos hamendsohen, që të mos hutohen, që të mos binë prej e hutuet i shayatin, pra pej hutis ose cytjeve shejtanore, Allahu na ruaj. Prandaj ky njeri i shkujdesur duhet të kujdeset dhe të rikthehet në bazë, që baza është adhurimi i Zotit, pa i bërë shok atij,
dhe rikujtimi i këtyre ajeteve kuranore që pe bëjmë në këto cikle emisionesh, episode, që pe bëjmë vazhdimisht që me ja rikujtu të tjerve, por edhe vetës sonë këto të mira që na i ka dhënë Zoti dhe t'i lutemi pra Zotit për të mirat që na i ka dhënë që Allahu të na i shtoj dhe të na mundsoj t'i ndajmë dhe me të tjerat. Allahu ju nderoft me mirësitë e tij të pafundme. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم